dhe sigurimin e Skarpateve. Narkoqeveria është gjumë. Ramaduro udhëton për hesapet veta personale. Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm të qeverisë ndaj kësaj situate. Partia Demokratike, grupi i saj parlamentar, do të marrin të gjitha nismat për një mbështetje urgjente, për çdëmtim të plot të gjithë të pasojave të moteve, të cilat në rast se do ishte mirëmbajtur infrastruktura e kanaleve, ato nuk do ndodhi. Cili do që kërkon të bëjë diferencën, të kuptoj më mirë çfarë u zhvillua, i sugjeroj të lexoj një status të profesor Artan Fuchs, duke u kthyer nga Gjakova. Profesori nderuar, në statusin e tij përshkruan një vend krejt tjetër, një vend në cilin pavarësisht nga shtirat tokat nuk ishin përmbytura, një vend në cilin kudo dukeshin mjetet makineritë e prodhimit e punimit bujqësor, një vend në cilin nafta ishte me një shpim krejt tjetër nga Shqipëria, në cilin kanalet funksiononin. Pra, Kosova një shtet histori as 2 dekadash. Shqipëria shkon në 113 vjetorin e saj e rënuar nga narkoshteti. E rënuar në mënyrë katastrofale. Të gjitha këto janë shprehje një rënimi. Së dyti, çështja Rama Balluku është unike në Europë. Unë u them shqiptarëve se prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut